Ladies and gentlemen, zonja dhe zëri, mirë se vini në Shahmat Podcast. Ju përshëndesim nga qyteti i bukur i Shkodrës. Shahmat Podcast nga sot e tutje do të vazhdojnë të bëhet në qytetin e Shkodrës. Edhe na vazhdojmë sezonin e ri, po ky sezon besoj se do jetë fillon ndryshe sepse nuk duhet që podcasti të jetë vetëm për disa persona të famshëm që tregojnë historinë e tyre, duhet që podcasti të jetë për çdo person që ka diçka interesante me tregu. Kështu që të bëj thirrje aty, në qoftë se për një arsye ty të duhet podcasti, më kontakton, nëse ke një histori interesante me tregu, më kontaktoj i ftum podcast. Nëse tash bën një padrejtësi tën me fol, më kontakto i ftum podcast. Nëse ke një histori suksesi dhe më tregu, më kontakto i ftum podcast. Nëse do me promovu biznesin tan, nëse do me promovu veten, më nëse ke një talent, më nëse din me knu bukur, më nëse din me ku diun, ka shumë arsye pse një personi duhet me keni ftum në Shahmat Podcast. Kështu që për çdo person, nuk ka rëndësi sa followers sa ke në Instagram, nuk ka rëndësi sa e famshëm je, thjesht mendon se duhet të jesh i ftum në Shahmat Podcast, më kontakto, je i mirëpritun. Edhe shihemi shumë shpejt. Kalosh i bukur.